qytetin e Podujevës, ku sot është organizuar një protest nga qytetarët e biznesmenët e Podujevës, ku ankohen për rrymë. Do të thotë ka 15-13 ditë që nuk kanë rrymë dhe nuk marrin përgjigje nga keci. Do nëse sot ishte protest paqësore. E kur po ju them paqësore, është vërtet nuk është e bënë në zhurmë, nuk është e bënë në gjëra cilat ndoshta jemi mësuar dhe mi po në protestat më të kaluara, por kjo nuk do i ndalë. Sot për ta ishte veç një paralajmërim. Thonë se do dalin e ta bllokojnë të gjithë rrugën, sepse faturat paguhen, qytetarët do të thotë i paguajnë me rregulla të gjitha faturat e kecit, por që rrymë nuk kanë në shtëpitë të tyre apo bizneset. Me pankarta dhe thirrje për zgjidhje, banorët e Podujevës protestuan kundër ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike. Na kem të lashe jashtëzakonshme me mungesën e energjisë elektrike, ku vetëm gjatë muajit qershor kem pas për mbi 11 ditë ndërprerje të energjisë elektrike pa arsye, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 18 mbrëmje. Jem pagues të rregullt, jem në treg të hapën, gjitha këto biznese dhe gjithë ai linjë ku jem të kyçën, jem pagues të rregullt, mirë po asnjëherë nuk kem asnjë arsyetim, asnjë shpjegim pse ndërprehet energjia elektrike. Sipas tyre, reduktimet e vazhdueshme po dëmtojnë ekonominë familjare dhe bizneset. Unë besoj që aty energjia ju duhet që të gjithëve, mirë po bizneseve ma shumë se të tjerëve. Vetë numri i protestuesve tregon që domen më të madhin edhe problemin më të madhin me energji elektrike kanë biznes. Ka shumë mundësi që vështërse punën, për shembull, mrena një muj ditë e kije afërsisht dikun 10-11 ditë që s'ke energji elektrike, na operojmë me generator. Në biznesin tonë, punën që ne kryejm, bazë e kem, lëndë parë e kem energjinë elektrike dhe internetin. Energjia elektrike ndërprehet gjithku në botë. Mirë po me paralajmërim. Paralajmëron edhe që po marë rast konkret dje. Djetë nga për orës 10 deri në ora 20 s'kemi pas rrymë. Nuk kemi pas rrymë. 4 litra në orë i shpenzon generatori. Të morë parasysh çmimin e naftës, sa çmimi i naftës, edhe vështirësitë që po na shkaktojnë në pajisje, me djegjen e pajisjeve. Vjen nalet. Kjo është një presion psiqik, është një diskriminim që po ndodh ndaj bizneseve. Këto vetëm ai që s'don me pranue. Edhe këta ne ruam këtë. Këta nuk e kanë dhënë jetën për me nejt në antern liri. Prej fshatit Vrani Dëll, deri tek Shqipuenia e quajmë na Ish Besjana, prej orës 9 deri në orën 6 çdo 2 ditë, 3 ditë ka ndërprerje të energjisë elektrike. Unë ju bëj thirrje, jo veç banorëve të Podujevës, po krejt komuna të Kosovës, aty ku ka ndërprerje të energjisë, aty ku ka paknatësi, duhet me ngrit zonën sot, nesër, pas nesër çdo ditë. Nuk jena në kopim të kërkojna. Kena qenë, kena shliru venin, jo na për të tjerë të parë tënë, kështu që na duhet më nejtë më rapo këtinët. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse të ndërmarrin masa për stabilizimin e furnizimit me energji.